Në një botë ku teknologjia po ndryshon çdo sekond, idejtë vlejnë më shumë se ari. Ka njerëz që nuk i ndjekin trendet, por i krijojnë ato. Njëri prej tyre është një djalë 22 vjeç nga Gosivari që me një laptop të thjeshtë dhe një ëndër shumë të madhe nisi një udhtim që sot po frymëzon mira të ri në mbar botën. Projektet e tij përfshin aplikacione të shumta inteligjente, platforma të mençura menaxhimi dhe zgjedhje AI, që ai po transformon në mënyrë se si funksionon bota moderne e biznesit. Ai është një shembull shumë i mirë që nga një vend shumë i vogël mund të lindin ide të mëdha. Ide që flasin me gjuhën e inovacionit dhe që mbajnë firmën e një shqiptari që mahnit krejt botën. Yahya Nur, mirë se erdhe në emisionin ton. Mirë se ju gjeta dhe ju faleminderit për ftesën. Yahya Nur, ashtu si që paralajmërova në fillim, një djalor shumë i ri, po ke arritur shumë. E dua fillimisht të më thuash ato momentet nga kur ishte 13 vjeç në atë vendin e vogël, si lindi krejt ideja, si erdhi nga ajo dëshirë flak që ti sot jesh këtu, ku je? Kështu që si një djalë i ri ose një fëmijë, edhe unë kam pasur qef shumë, i kam adhuruar edhe loja, por gjithmonë jo se unë jam munduar ta luaj lojën, po jam munduar ta kuptoj se si e kanë krijuar ato lojë. Dhe flaka ime e parë ishte ajo prej ku fillova që ta mësoj se si është algoritmi ose si funksionojnë lojat, dhe pas asaj ka filluar edhe karriera ime me projekte të ndryshme. Do i futemi e projektit ePage, nëse nuk e kam gabim, Labs, që sot është një emër që bashkëpunon me kompani nga tregje të ndryshme botërore. Cile ishte pika e kthesës e para që ti nga një djalosh i cili tentoje, e sfidoje vetën, ti kuptojsh algoritmet, fillove ta shëndrosh atë sfit në biznesin tënd? Kështu, unë që nga shkolla e mesme, kam filluar që të bëj projekte të ndryshme pak më të mbëdhaja. Mund të them pika më e rëndësishme ishte pika kur vendosa, thash që Yahya, deri tani ke bërë projekte të ndryshëm, edhe i kam ndihmuar bizneseve të ndryshëm, po jo ndër një emri apo një ndër çatije. Thash, tani duhet që ta krijoj një emër që gjithë projektet çfarë do t'i bëj ndër këtë. Edhe aty lindi ePage Labs. Ti të kam lexuar se shpesh herë e thua, nëse nuk ka rrugë, krijoje vetë rrugën. Si e përkthen këtë për ata të rinj të cilët shumë shpesh dëshpërohen, nuk kanë motiv, nuk mundë munja sa bukur ka arritur ky, po ja neve nuk i kemi kushtet, nuk i kemi mundësit. Ti je një shembull tipik që kemi mundësi, kemi gjithçka nëse vetëm dëshirojmë. Po, si gjithë çfarë e dim ne, unë nuk kam pasur ndonjë përkrahje tjetër veç familjes sime. Familja ka qenë përkrahja ime më e madhe, kështu që mund të them që nga mosha ime e vogël e kam realizuar atë se askush nuk do të vjen dhe do të na ndihmojë neve. Për atë shkak jam munduar gjithë vetë ta krijoj atë rrugën time. Dhe me kalimin e kohës e kam vërejtur ose kam analizuar që inteligjenca artificiale, programimi do të ishte rruga më e drejtë për mua dhe për atë shkak e kam vendosur këtë rrugë. Ke bërë shumë aplikacione, nuk është vetëm një, është edhe FitCommit. Është një ndërta që është e cilësuar si një projekt shumë inovativ në fushën e shëndetit dhe fitnessit. Pse është pikërisht shumë e cilësuar dhe e vlerësuar? Çka e bën më ndryshe nga gjitha aplikacionet tjera? Sepse tani shumica e aplikacioneve janë se si të jetojnë fit, sepse jemi duke jetuar në një botë jo të shëndetshme realisht. Ashtu, korrekt. FitCommit është një aplikacion me inteligjencë artificiale, prej ku përdoruesi i bën disa fotografi të ndryshme dhe inteligjenca artificiale i analizon se çfarë është përqindja e yndyrës së tyre në trup, dhe pastaj i tregon ose i projekton se si trupi yt mund të duket pas 3 apo 6 muajve, dhe gjithë këto janë të jep këshilla në ndërkohë se si duhet të ta menaxhosh apo? Okej. Kjo që ka gjë e mirë për të gjithë ne që kemi pak nevojë ndoshta ashtu të bëjmë lëvizje me peshën e trupit. Në një e përmendë edhe vetë se inteligjenca artificiale tani më veç se ka filluar të sundon gjithçka. Në një epokë ku inteligjenca artificiale po dominon çdo sektor, cilat janë rreziqet sipas teje që i sjell ajo, po edhe normalisht mundësitë e mëdha? Kështu, inteligjenca artificiale është me të vërtet një tool për ne, çfarë na ndihmon edhe në ditën e përditshme, po ashtu edhe në punën tonë.
Unë i kam redaktuar më shumë se 40% të gjithë bashkëpunëtorëve të mi pasi doli inteligjenca artificiale, mund të cek kështu. Po ashtu mund të them diçka që inteligjenca artificiale nuk mund na zëvendësojnë neve. Ja. Por pas disa vjetëve, ato njerëzit që përdorin inteligjencë artificiale do t'i zëvendësojnë njerëzit që nuk e përdorin hiç. Edhe një fjale urtë e mirë, kjo ishte edhe një fjale mirë. Me një fjale bie që duhet ta përdorim inteligjencën artificiale. Okej, në rregull. Kur thash se ke jashtëzakonisht shumë aplikacione, nuk gënjeva, sepse janë të shumta aplikacionet e ndryshme për të cilat do flasim. Por para se të futem te Novem Digital, do të pyes, ke feedback për aplikacionet, për shembull ja Fitcomitin. Po. Ke feedback të marrë nga njerëzit të cilët veç se më e kanë futur në përdorim, e përdorin, është pjesë e jetës së tyre? Për momentin kemi 1000 përdorues të cilët janë tester. Kështu që për momentin është në test phase, por pas 1 janarit do t'jetë edhe release i parë. Do jetë në nivel internacional, ma merr mendja? Po. Okej. E përmenda Novem Digital, fokusohet në parashikimin dhe optimizmin përmes AI. Po. Çka më saktësisht? Më saktësisht, Novem Digital, për shkak se këto dëna janë pak konfidenciale, bashkëpunon Shumë shkurtë se ne ashtu se ashtu e kemi më të vështirë të kuptojmë botën e bashkëpunon tuaj, me disa kompani gjigante botërore, prej këtu ne i marrim gjithë dënat e tyre të ndryshme, të cilët janë më shumë se 1 miliard dëna të ndryshme, dhe pastaj me inteligjencë artificiale i bëjmë analizat e tyre dhe parashikimet të ndryshme. Ka djemë të reja si ti që e duan ka shumë punë në Maqedoni? Ka. Sepse neve nuk e besojmë, neve mendojmë si inteligjencën artificiale përdorim vetëm njerëzit për tacë. Neve kemi ashtu një bindje të paktën për inteligjencën artificiale, po ja që dele kundërta se ajo mund të ndihmon dhe të hap dyer. Po, shumë korrekt. Sa është e rëndësishme, sa po e përmende ka informacione konfidenciale, sa është e rëndësishme etika në përdorimin e inteligjencës artificiale, sidomos kur teknologjia mund të ndikojë në vendimarrje që prekin edhe njerëzit drejt për drejt. Kjo pikë është shumë pikë e rëndësishme, kur edhe për momentin edhe shtetet të ndryshme kanë filluar që të marrin vendime të ndryshme rreth etikës inteligjencës artificiale, siç kur ishtë në fillim inteligjencës artificiale, kishte shumë mënyra se si ti hikish gjëjave etike, po për momentin ka edhe rregulla të ndryshme në shtetet të ndryshme. Shembull, për momentin, çfarë shumica ne e përdorim, OpenAI ose ChatGPT-ja, ka marrë disa vendime të ndryshme, prej ku si cekët ju nuk mund të japë edhe shumë mendime njerëzve, sepse ato mendime mund të jenë të mira apo të këqija. Apo të këqija, po. Njerëzit tani kanë filluar ta përdorin si psikolog personal, ChatGPT-n. Ke bashkëpunuar, mund të drejtohem me ke, sepse e më i ri se unë dhe nuk do të bëj ashtu. Ke bashkëpunuar me figura shumë të mëdha, me firma multimiliardçe, cilat janë mësimet që i more nga kontakti me ta, sepse thuhet, kemi parë dhe ashtu tani me këto TikToka dhe Reelsat e shpejta, na tregojnë këshilla shumë interesante se si ta menaxhojmë jetën, se si mos ta humbim kohën tonë, si ta shfrytëzojmë çdo gjë në favorin tonë. Çfarë mësove ti nga këto takime, nga këto raste, nga këtë fat që ja krijove vetvete, sepse ytja nuk ishte e dhënë, po ishte e krijuar. Në gjithë projekte çfarë i kemi krijuar deri tani, unë kam qenë çdo herë më i riu në dhomë, çfarë i thojnë. Për momentin, shembull në Novem Digital, CEO-ja e Novem Digital është dikun 65 vjeçar. Dhe për herë unë mundohem që të mësoj diçka shumë më tepër nga të tjerët, dhe asnjëherë nuk duhet të kesh frikë nga të pyesish, sepse ai çfarë pyet, ai ka qef edhe të mëson. Fiks. Mëse e vërtet. Dhe prandaj unë mundohem që t'i përdor maksimum edhe lidhjet e mia, edhe po ashtu njerëzit të cilët i kam rreth me, që të mësoj nga këto biznesin, mënyra se si të sillesh me njerëzit e tjerë. Po si e përgatit ekipin tënd? Si e përzgjedh ekipin tënd? Ekipin tim. Fillimisht mund të ta cek se unë nuk e shoh se çfarë është niveli i edukimit të ekipit tim. Nuk luan rol ajo? Nuk luan rol në sferën tonë. Çfarë luan rol për mua më shumë është që
puna t'jetë gati në deadline-in e duhur. Në kohën e Mënyra duhur. se si ai e bën aplikacionin, po, është shumë me rëndësi, por nuk do me thënë se nëse ai nuk ka ndonjë edukim të tillë, nuk do ta bën atë aplikacion. Gjithçka është me punë, mund të arrit. Ti në 13 vjet nuk e pasur shkollim për këtë gjë, po ja që ke arritur deri këtu. Si arri një kompani nga Maqedonia e Veriut të depërtojë në tregje të Dubait, Shteteve të Bashkuara, lindjes së mesme? A ka sfida, po a ka edhe avantazhe? Për avantazhe mund ta cek se nuk kam pasur ndonjë avantazh deri tani, sepse është si një kompani prej Maqedonisë ta ceku. Por ka pasur çfarë avantazhe, unë kam bashkëpunuar me kompania të ndryshme nga Evropa dhe pastaj nëpërmjet atymve Ke depërtuar. kam depërtuar, po. A kanë startupet në Maqedoni mbështetjen e duhur? Apo ende mungon ajo? Besoj se këto vitet e fundit kanë filluar të kenë një mbështetje të tillë, por jo edhe aq sa duhet. Do futem pak tek një projekt ku besoj shumë të rinj ju ka pëlqyer, Tramporghini, nëse s'jam gabim, e thash mirë, ka qenë një kombinim i artit, i makinës dhe teknologjinë. Një koncept shumë i pazakont. Po tani të rinj të cilat i duan veturat ju duket diçka shumë i madhe. Si lindi kjo ide dhe çfarë synuat që të përcjellni nëpërmjet këtij projekti? Kështu, Tramporghini është një veturë Lamborghini, çfarë e kanë bërë në një koncept të Trumpit, për shkak hype-it çfarë kishte Trumpi në kohën e zgjedhjeve në Amerikë. Dhe po ashtu këto klientët e mi çfarë kena krijuar këtë projektin Tramporghini, ato i jepshin Tramporghinin me qera. Shembull, ju nëse do të kishit ndonjë team building event ose ndonjë event të tillë apo dasëm, të them, që të tërheqni më shumë vizitorë apo më shumë attention në eventin tuaj, mundeshit që ta merrni veturën me qera dhe po ashtu nëpërmjet aplikacionit ton mundesh ta shohish edhe si do duket vetura në eventin tënd. O, sa bukur, do me thënë e keni bërë si realiste atë mundësi u a keni mundësuar. Cili është ndryshimi kryesor mes një zhvilluesi të zakonshëm të softverit dhe një inovator që krijon teknologji që e ndryshon realitetin? Në këtë rast, ja, e ndryshon pamjen konceptuale të asaj se si do duket vetura edhe pse nuk e ke afër. Çdo herë kur ne afrohemi një problemit, mundohemi që të gjejmë një solution për këtë problem në një mënyrë çfarë themi jashtë boksit. Mendimi jashtë boksit. Think outside the box, po. Dhe po ashtu, shembull, pse ne mos t'i kombinojmë disa teknologji të ndryshëm dhe të ta qesim një produkt. Shembull, AI ka ekzistuar më parë, por nuk është përdorur në këto për masa, dhe ne jena munduar që t'i kombinojmë disa parametra të ndryshëm, disa teknologji të ndryshëm në një platformë. Në një platformë të vetme. Ke marrë pjesë edhe në gara si NASA Space Apps Challenge. Po. Dhe je vlerësuar ndër mira pjesëmarrës. Si ndikon kjo në përvojën dhe në mënyrën që ti mendon dhe punon sot? Mund ta cek se NASA më ka ndikuar shumë mirë në reputacionin tim dhe bashkë ekipit tim. Ta cek se ekipi nuk është ekipi i Page-it në NASA, është ekipi Lajgorians që kemi qenë bashkë me shokun tim Onurin edhe mentorin ton Merxhan Bajrami. Okej, përshëndesim të gjithë. I përshëndesim gjithë. Por ka ndikuar shumë pozitivisht për ne. Po, ju ka dhënë hapësirë se një lloj, të themi, serioziteti apo në punën tuaj dhe në atë CV-n tuaj. Inteligjenca artificiale tham se nuk do zaventësoj njerëz, po jam e bindur se do krijoj profesione të reja. Po. Çfarë mendon, cilat do janë profesionet më të reja, më inovative që do krijohen fal AI-s apo inteligjencës artificiale? Shembull, veç se edhe kemi disa profesione, çfarë quhen prompt inxhinier. Ato janë inxhinier të cilët pyesin në mënyrë shumë optimizuese AI-in dhe marrin përgjigje shumë optimizuese nga AI. Këto quhen prompt engineer. A është e vërtet këtu ku jete prompt, dua të të pyes se kam hasur personalisht ca njerëz që flasin edhe mënyra adekuate se si ta pyesish ChatGPT që mos të jetë ato përgjigjet e thjeshta apo përgjigjet që ua jep të gjithëve, po 5 prompts how to use ChatGPT, se si ta përdorish, a janë të vërteta këto? Po,
gjithë janë të vërteta, për shkak edhe që GPT-a e ka LLM-in e vetë. Dikush e ka krijuar. E ka krijuar edhe atë, edhe ka konceptin të vetë të ndryshëm. Si e shet të ardhmen e teknologjisë shqiptare dhe a ka plane konkrete për të investuar ose për të hapur dek të e-page në Shqipëri apo në Kosovë? Pse jo? Fillimisht për shkak se në Shqipëri, edhe po ashtu në Kosovë, ka shumë startupe të ndryshme dhe po ashtu edhe kemi bashkëpunuar me disa të tillë nga Kosova. Ka shumë potencial dhe mund t'jetë hapi tjetër i page-it në Kosovë apo në Shqipëri. Ka qiri, sigurisht, shumë kërkesa, shumë punë, shumë ide. Si e menaxhon balancën mes punës intenzive në teknologji dhe ruajtjes së kreativitetit dhe inspirimit personal? Sepse, pa pas inspirim personal, gjitha kjo e tjetra të bie në ujë. Po. Kështu si i ri mund ta cek se unë punoj më shumë se 15 orë në ditë, po edhe në ato momente kur nuk jam në punë, unë ende menden e kam në punë ose çfarë mund të bëjmë ndryshe e tjerë. Okej. Jahja Nur, si një djalosh shumë i ri, i cili ke filluar që në moshën 13 vjeçare të merresh me gjëra interesante, jo që të merresh me këtë punë, po që atëherë ka filluar ajo bota yte, ajo kutia yte të punon ndryshe, të mendon ndryshe, nuk e luajtur, por ke menduar se si është krijuar loja. Një mënyrë shumë e veçante të menduarit. Të është dashur shumë punë, të është dashur shumë sfida, të është dashur shumë kohë të jesh larg miqve tu, larg familjes, larg ahengjeve, larg mbledhimeve, larg lojrave në mahall, të themi ashtu më thjeshtë. Çfarë të mbajti ty në lojë? Pse nuk u largove nga kjo punë? Si që ceka më herët, me të vërtet e kam pasur shumë merak, jo vetëm programimin, po ashtu edhe videot, editimin e videove. Jo se edhe nuk kam luajtur në mahall, edhe në mahall kam luajtur. Do më thënë ke pasur kokjer të gjitha ti bësh? Besoj se po kam pasur, kur kam qenë i vogël. Por edhe shembull edhe në mahall kur kemi luajtur, unë kam incizuar se çfarë kemi luajtur që ta publikoj dikund në YouTube apo në ndonjë platformë tjetër që të përfitoj edhe prej asaj. Aha. A e mendon vete një Mr. Beast i ardhshëm? Mr. Beast, mund të them që jo, si një direkt konkretisht si një Mr. Beast. Jo si ai, po një i tillë. Pse jo një plaket të diamantit ta kesh? Nuk besoj se do të kisha shkuar në rrugën e YouTube-it për momentin, se si që është Mr. Beast, është një personazh mjaft i njohur dhe i suksesshëm, por mendoj se unë do ta krijoj rrugën time personale. Do e kesh, ku jetë rruga jote, më thuaj cila është ideja që ty të inspiron, të emocionon më së shumti dhe mendon se pikërisht ajo ide do ketë dhe do bën ndryshimin më të madh. Tani kjo është pyetje shumë e mirë, po nuk do ma thuash? Nuk mund të thuam, për shkak se ende jemi duke përgatitur. A bën kështu, nuk do ma thuash sot, po në sekondën që do e lancosh, do jem unë ajo në të cilën emision edhe do e promovosh. Patjetër. A e bëjmë këtë marrëveshje. Jahja Nur ka shumë të rinj, e thash edhe më herët, e the edhe ti disa herë, sepse jemi ka fundi minutave dhe këto minutat me ty më shkuan sikur 2 sekonda. Të ta them të drejtën se aq bisedë inspiruese, aq motivuese për mua personalisht, të faleminderit. Jemi ka fundi emisionit dhe e përmendëm që të dy se rrugën e krijon vetë. Vetëm nëse ekziston mundësia, vetëm nëse ekziston dëshira, mundësit ja bën vetes. Çfarë mesazhi do ju jepje të rinjve që kanë ide, por nuk kanë edhe guxim? Kështu, besoj se suksesi nuk është vetëm të arrish majën, por është mos ta humbasësh edhe shpirtin gjatë gjitjes tënde. Për shkak se ajo që të man ty lart nuk është as fama e as pasuria, por është motivi për kushtimi yt dhe po ashtu mënyra se si ti i trajton njerëzit gjatë udhëtimit tënd. Gjatë rrugtimit tënd. Ke pasur ndonjëherë edhe kërkesa nga më të ndryshme për t'ju ndihmuar të tjerëve dhe e ke bërë ato absolutisht pa asnjë hamendje? Po. Njerëz bëhuni si Jahja Nur. Jahja Nur, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Ne seriozisht krenohemi që kemi një djalosh kaq të ri. Unë besoj shumë në vlerat e tua, në punën tënde të palosshme, në idetë tua kaq kreative dhe për një ardhmë shumë të shkurtër e di se do jem ajo që them, këtë djalosh e kam pasur në intervistë. Faleminderit edhe. Faleminderit edhe ty i dashur.